Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se gjendja aktuale me ndërtimet pa leje në komunën e Çajirit dëshmon se premtimet për masterplanin ishin vetëm fushatë zgjedhore. Sipas tyre, qytetarët e Çajirit u mashtruan, ndërsa interesat personale dhe grupore me ndërtimet në Çajir po vazhdojnë. Besarta Alia nga BDI thotë se për të gjitha ndërtimet pa leje dhe mashtrime do të ketë përgjegjësi ligjore. Sot do flasim për një master dështim në vend të masterplanit. Gjatë fushatës së zgjedhjeve tetorin e kaluar, kryetari aktual i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, premtoi një masterplan për zhvillimin e Çajirit. Në vend të një dokumenti serioz urbanistik, qytetarëve iu prezantua një shfaqje propagandistike. U soll një arkitekt turk me defile publik dhe me pompozitet mediatik. Më pas, u vërtetua se ai nuk ishte autor i asnjë masterplani strategjik. Rezultoi se bëhej fjalë vetëm për një ish-zëvendës shef të urbanizmit në një komunë i dërhequr nga funksioni që posedonte. Premtimi për masterplanin ishte një dështim total. Sot nuk ekziston as dokument, as vizion, as planifikim urban për zhvillimin afatgjatë të Çajirit. Pa masterplan, ndërtimi vazhdon të jetë në mënyrë kaotike. Pa masterplan, interesat private dominojnë mbi interesat publike. Pa masterplan, Çajiri mbetet peng e improvizimeve ditore. Qytetarëve ju premtua zhvillim, por gjithçka që morën qytetarët ishte vetëm marketingu politik. E ne pyesim qartë, ku është masterplani i premtuar? Ku është dokumenti që duhet ta udhëheqte zhvillimin e Çajirit dhe ku është përgjegjësia për gjithë këtë dështim publik? Çajiri nuk ka nevojë për defile, por ka nevojë për plane reale. Çajiri nuk ka nevojë për shfaqje, por ka nevojë për urbanizëm serioz. Kjo qeverisje lokale ka dështuar qysh në premtimin e saj kryesor. E vërteta është e thjeshtë. Masterplani me gjitha ato harta të mëdha i promovuar 3 muaj më parë nuk ekziston. Ajo që ekziston është një master dështim. Përfituesi vetëm në këtë mes ishte ish-zëvendës shefi i urbanizmit të një komune në Turqi, i cili e mori shtetësinë e Maqedonisë së Veriut me procedurë të shpejtë.